Rruga kombëtare Librazht-Pogradec mbetet e bllokuar dhe askush nuk di të thotë se për sa kohë do të vijojë e tillë. Ajo që kishte nisur 4 ditë më parë me një çarje asfalti, sot është fundosur plotësisht. Edhe 4 familje të fshatit Dragostin që ndodhen pranë kësaj rruge jetojnë me frikën se do të fundosen banesat. Pamjet me dron që sjell Report TV dëshmojnë se shembja është masive dhe nis nga Maja e Kodrës se përfundon në shtratin e lumit Shkumbin. Ura ka degraduar plotësisht, asfalti ka çeduar dhe duket se është i pariparueshëm, po kështu ndaloi puna për hapjen e bypassit provizor në anën e sipërme të rrugës ekzistuese, pasi jeta e punëtorëve ishte në rrezik. Situata duket se ka dalë jashtë kontrollit. Pasi vetëm një ditë më parë, kryeja e RSH-s Ami Kozeli tha se bypassi do hapej të hënën, ndërsa sot u detyrua të lajmërojë fundin e kësaj rruge. Masat paraprake të marra për krijimin e bypassit dhe të asaj të unazës sekondare nuk rezultuan efektive, kështu që aksi do të vijojë të mbetet i mbyllur. Ne po diskutojmë që duhet të bëjmë një rrugë alternative, pra po shikojmë të dy alternativa, qoftë ajo ekzistuese e Spathares, që është edhe përdorur deri diku nga mjetet, nga autoveturat. I pyetur për kompanitë që shfrytëzojnë inertet e lumit Shkëmbin për ndërtimin e korridorit 8, Kozeli tha se disponojnë leje. Kontraktori është i pajisur me gjitha lejet për punimet që po zhvillon. Për qeverinë përfaqësuar në këtë rast nga RSH-ja, rreshqitja është fenomen natyror shkaktuar nga shiu, por prokuroria ka dyshime se mund të jetë abuzuar nga kompanitë që po ndërtojnë korridorin e 8. Prej së dielës ka nisur hetimet për veprat penale, shpërdorimi i detyrës, shkelje barazisë në tendera apo ankande publike, shkatërrimi rrugës, ndotja e ajrit, ujit apo tokës, lotin e 7 autostradës e ka fituar kompania ANK, kantieri së cilës ndodhet 2 kilometër larg vendit ku shemb rruga ekzistuese. Po kjo kompani në pronësitë e Agim Kolës u pa këtu ditë në terren e kontraktuar nga RSH-ja për hapjen e bypassit provizor. Qytetarët e Korçës, Pogradecit, Pranjasit e Librazhdit për të ardhur në Tiranë duhet të lëvizin në rrugën Maliq Gramsh, e cila vetëm zgjat distancën, por nuk ofron siguri. Është pikërisht kjo rrugë që shihni në pamje, e cila në disa segmente ka vetëm një korsi. Një alternativë tjetër, por më e mundimshme, është nga Tepelena e Leskoviku, ndërsa maunet e Maqedonisë së Veriut lëvizin nga rruga e Arbërit.